Sekretari politik i Partisë Demokratike Degalushnje Klement Çela ka bërë një deklaratë për mediat për protestën e opozitës që do të zhvillohet në orën 17 para kryeministrisë. Ai e ka quajtur protestën më të madhe dhe më të fuqishme në historinë e Partisë Demokratike. Partia Demokratike Degalushnje ka marrë të gjitha masat që çdo qytetar mund të marrë pjesë në protestë, u shpreh ai. Sot Partia Demokratike Degalushnje, si çdo herë, organizohet për protestën e radhës, por kjo nuk duhet ta quajmë vetëm protestë radhe, por një nga protestat më të rëndësishme të gjithë historisë së opozitarizmit, sepse e bën të rëndësishme këtë protest fakti që ose situata në cilën ndodhet vendi. Ne si parti jemi organizuar, kemi marrë gjitha masat që çdo qytetar i cili ka dëshirë të protestojë të jetë pjesë e kësaj proteste madhështore. Zoti Çela ka ndarë një mesazh me qytetarët lushnjar dhe jo vetëm, ku thekson se ky është momenti që çdo shqiptar të ngrihet për ta parë të ardhmen këtu dhe jo jashtë vendit. Dua të përcjell një mesazh për gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët në tërësi, jo vetëm për Lushnjën. Nuk duhet të jemi indiferent, sepse indiferenca na bën që të sundojnë dhe të na udhëheqin pikërisht ata që duhet na shohin përkulur. Ne duhet të ngrihemi, madje të ngrihemi shumë fuqishëm, sepse ky është momenti që çdo shqiptar të marrë fatet e tij në dorë. Duhet ngrej zërin, që mos qëndroj i nënshtruar, si thash, por mbi të gjitha të ngrihet për familjen dhe për të pasur sa më shumë dinjitet dhe për ta parë të ardhmen e shqiptarëve këtu dhe jo jashtë vendit. Ndaj gjithë bashku sot, ditë e shtunë, ora 17, të bashkohemi përpara kryeministrisë. Ndërkohë policia ka paralajmëruar masa për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.